Një material strategjik britanik i publikuar së fundmi nga një grup ekspertësh të lartë të sigurisë thekson se Rusia ka futur tentakulat e saj në Ballkan dhe po ushtron agresion të tërthort ndaj aleatëve të NATO-s në rajon. Dokumenti është nënshkruar nga ish-kreu i NATO-s, Lord George Robertson, një nga figurat më me peshë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Në analizën kryesore, Robertson i bën thirrje Britanisë së Madhe të marrë një rol udhëheqës në Ballkan për të frenuar atë që ai e quan agresioni tërthor të rus, i cili po zgjerohet përmes rrjeteve politike, ekonomike dhe paraushtarake. Sipas materialit, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina mbeten pikat më të forta të ndikimit të rus, ndërkohë që përmenden edhe vende anëtare të NATO-s, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, si shtete ku Moska kërkon të hapë korridore ndikimi. Qëndrimet britanike vinë në një moment kur deklaratat e kryeministrit shqiptar Edi Rama kanë krijuar dyshime të ndjeshme tek aleatët. Përmendja disa qëndrimeve pro-ruse në intervista dhe takimi me presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, aleatin më të afërt të Vladimir Putinit, gjatë një samiti në Azerbajxhan, ka ngritur pikpyetje për pozicionimin e Tiranës në kontekstin e sotëm gjeopolitik. Në atë takimi ishte i pranishëm edhe presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed. Në të njëjtën linjë, një pjesë e medjave pranë mazhorancës janë shfaqur kohët e fundit si mbështetës të hapur të narrativës ruse, duke sulmuar presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe duke qarkulluar materiale që burojnë nga aparati propagandistik i Kremlinit. Pjesë të këtyre narrativave tentojnë të shtrembërojnë realitetin e luftës, përfshirë pretendime të pavërteta për popullsinë e Ukrainës apo gjeopolitikën e konfliktit. Materiali britanik detajon se Rusia ruan prani të fortë inteligjencë dhe kapacitete paraushtarake në Serbi. Beogradi është furnizues kyç i armëve ruse dhe kineze në Europë dhe partneri drejt për drejt i Moskës në operacionet të inteligjencës që synojnë frenimin e zgjerimit të NATO-s në Ballkan. Serbia është gjithashtu nyja qendrore e tranzitit të vullnetarëve që i bashkojnë forcave pushtuese ruse në Ukrainë. Pjesë e tyre rekrutohen më pas nga shërbimet e inteligjencës ruse. Qendra humanitare ruse në Nish shërben prej vitesh si bazë operative dhe si maskim për aktivitetet strategjike të Moskës në rajon. Pas nisjes së agresionit rus kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Ballkani Perëndimor është identifikuar nga qeveria britanike si zonë e cënueshme për ndërhyrje të rritura ruse. Zëvendës kryeministri britanik David Lammy ka shprehur të njëjtat shqetësime duke theksuar nevojën për monitorim dhe angazhim të vazhdueshëm. Në Kosovë, bashkëpunimi i Serbisë me Rusinë ka prodhuar krizën më të rrezikshme të sigurisë në Europë jashtë fronteve të Ukrainës. Sulmi paraushtarak në Bainsk në shtator 2023, i kryer nga ekstremistë armatosur me lidhje të drejtpërdrejta me qeverinë e Vučić, shkaktoi 3 viktima, përfshirë një polic të Kosovës. Lëvizjet e trupave serbe drejt kufirit ushqyen frikën për një ndërhyrje të mundshme, duke sjellë një qortim të fortë publik nga administrata Biden. Në Malin e Zi, një vend antar i NATO-s që nga viti 2016, ndikimi serbo-rus mbetet i thellë dhe i konsoliduar, që nga tentativa për gru shteti në vitin 2016 e organizuar pjesërisht nga operativ rus dhe serb, vendi është përballur me rritje të aktiviteteve të rrjeteve politike dhe ekonomike të lidhura me Kremlinin, si në Serbi. Edhe këtu, kompanitë e interesit rus operojnë për të anashkaluar sanksionet dhe për të ruajtur influencën ekonomike dhe mediatike. Këto zhvillime konfirmojnë analizën britanike. Rusia nuk synon vetëm krijimin e destabilitetit lokal, por kërkon të rrezikojë aleancat euroatlantike dhe të krijojë hapësira ndikimi në zonat e dobta politike dhe institucionale. Ballkani mbetet një nga këto hapësira dhe Shqipëria nuk bën përjashtim. Rritja e zërave pro-Kremlin, afërsi diplomatike të pakontrolluara, mungesa e transparencës strategjike krijojnë terren të hapur për ndërhyrje të huaja. Materiali britanik është thirrje e qartë për rishikim të politikave të sigurisë në rajon dhe për lajmërim për qeveritë e Ballkanit. Në këtë kontekst, kërkohet që edhe Tirana të pozicionohet pa ekuivok si aleate e plotë e perëndimit dhe të shmangë çdo lëvizje që mund të interpretohet si devijim nga boshti euroatlantik.